Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, u ndal sot te mënyra se si po zhvillohen protestat kombëtare të opozitës. Në fjalën e tij gjatë seancës plenare, Balla tha se protestat udhëheqen nga kryedemokrati Sali Berisha, që e cilësoi si ajatollahun e fundit në Europë përmes akteve të dhunës. Qeveria shqiptare përmes kryeministrit Rama e ka bërë qartë mbështetjen e Shqipërisë ndaj ndërhyrjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit në një sulm parandalues ndaj Iranit, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli me forcat e tyre ushtarake godisnin objektivat e regjimit të ajatollave. Ajatollahu i fundit në Europë, Sali Berisha, urdhëronte ju dhe ata që ju vinë nga mbrapa të sulmonit godina. Ina nuk e pse bërtet ti, sepse në atë godin që sulmonte Saliu nga gjithë ne që jemi këtu, vetëm Saliu kishte brenda. Në asnjëri nga ne para viteve 90 as nuk e ka pasur dot në ëndër të hynte në atë godin. I vetmi që mund hynte në atë godin, madje dhe të ngrohej pranë zjarrit bubulak të familjes së diktatorit, ishte ajatollahu në krye të partisë tuaj. Dhe hipokrizia më e madhe në këtë moment që flasim është që ndërkohë që në Kuvendin e Shqipërisë kemi të planifikuar ditën foltoren për qytetarët, ju braktisni foltoren e qytetarëve për shkuar diku ku bashkë me shërbimet mbështetëse të Partisë Demokratike nuk bëheni shtetet veta. Në fund të fjalës së tij, Balla theksoi se Shqipëria mbetet e rreshtuar në krah të SBA-s, Izraelit dhe vendeve mike në gjirin persik, duke e paraqitur këtë si vit të qartë politike të mazhorancës.